Unë po flisja për një biznes të vogël, më thënë, po flisja për dikë, po I bëja reklam dikujt që e pëlqeva. Dhe thash që me siguri është një biznes I vogël, sepse etjera. Dhe që shkruante me një ton për shmus, një vajzë e vogël, që përshmonte pa mnjohur, pa e kuptuar fare çfarë po thosha, thoshte që e diti ç'është biznesi madh dhe I vogël, e diti me pak fjala, e di kufirin. Thash e di, thash zonjë, asaj ja thash gjysmën, po vazhdimi është e di. Çdo datë 20 e kuptoj kufirin, e di si paguhen sigurimet, e di ankthin e rrogave, I di të gjitha, dhe ato janë as pak jo kryuse, se ti nuk befas fillon edhe mendon si do rikryoj unë veten, nuk të ndihmojnë artistikisht, përkundrazi, të zvoglojnë, të tresin, të mërzisin, të largojnë nga dëshira për të krijuar, dhe këto të kufizojnë. Unë I di të gjitha. Doja t'i thosha vajzës me pak fjalë, po a I di ti që je kaq serbes? E kjo është një pyetje pak që dhe mua më vjen ta bëj shpesh herë njerëzve, punonjësve që mendojnë që të bësh biznes është kaq e thjeshtë dhe shohin mbase vetëm pjesën e të ardhurave, apo nuk e dinë të gjithë gjërat që Sa s'flasim ne shumë në Instagram, askush nuk flet për shembull. E vërtet. Ne flasim vetëm për të bukurën, atë të mirën, dhe mirë bëjmë, se e mira sjell të mirën, po nga ana tjetër nuk kemi qenë shumë të hapura, se unë kam dhe komplekse në fakt të flas për këtë. Po, edhe kur flas fillojnë më kthehen, thonë, se flet keq kundër tatimeve ti, po flas pra keq se nuk mund të llogariten në këtë mënyrë tatimet, se është gabim. Po pastaj thua, pse është fushat, s'mund të flasësh kohë fushate. E pushojmë, presim të marrë fushata. E kujt diet kur do flasim.